Të shpërndani krip rreth shtëpisë, jap se është e domosdoshme. Për shekuj me radhë, kripa është përdorur si një përbërës efektiv për pastrimin e shtëpisë. Ajo nuk ka veti toksike dhe për këtë njerëzit e kanë përdorur për pastrim dhe dezinfektim të artikujve të shtëpisë së tyre. Kjo metodë është me të vërtetë e dobishme dhe nuk kushton shumë. Kripa është një zgjedhje e mirë në qoftë se doni të mbani milingona larg nga kabineti i magazinave të ushqimit ose nga ambientet e shtëpisë. Vendosni pak krip në sipërfaqen ku ndodhen milingonat. Kripa do të ulën nivelin e lagështisë në shtëpi. Përdorni krip për të lustruar bronzin, argjendin dhe bakrin. Nëse keni stoli bronzi, bakri ose argjendi, me siguri kërkoni vazhdimisht mënyra efektive për t'i mbajtur të pastra. Metalet zbehen me kalimin e kohës, prandaj në ndihmë mund t'ju vijë edhe përdorimi i kripës. Bëni një përzierje kripe dhe uthull dhe fërkoni objektet derisa të ndriçojnë. Kjo do të ndihmojë gjithashtu edhe në dukjen më të mirë të tyre.